Shiko, BB VIP Kosova, do me thënë ka VIP very important person, aty nuk ka persona të rëndësishëm, ka disa, s'po du me i dhënë emër, ka disa prej tyre, unë kisha qenë important person, por çka jam unë important i rëndësishëm, sepse gjithmonë deklaratat e mia kanë qenë të tilla që kanë zgju kurreshtje te shoqëria. Prandaj pyetja juaj është interesante, normal që në këtë showbiz-i dhe në të gjitha programet argëtuese që paraqesin mediat e tona, e kanë një liri të shfrenuar, i japen pra një liri që ti bën çka don. Është edhe ajo motoja bohu burr. Edhe në momentin të këto lëvizjet feministe, në momentin kur i thu ti femrës bohu burr, sepse duhet barazi gjinore, në atë moment ti e ke ngrit standardin e burrit, edhe që do me thonë që bohu burr se si e kërka. Prandaj, kjo është një konceptim shumë i gabushëm, nëse na të gjitha ndodhit apo fenomenet sociale të VIP-ave, aty nuk ka VIP-a, shumë pa ka, që mundin me dhanë vlera humane. Prandaj janë fenomene që ne i krijojmë. Nuk i krijon koha, por lëvizjet e ndryshme, agendat e ndryshme i krijojnë këto për me numër një, unë sa e kam pa, jo vetëm në Big Brother, në këtë reality show, po edhe në të gjitha sferat e jetës moderne, kanë për qëllim që ta paraqesin sa më shumë një liri, e cila lirin, unë për veti them, as nuk mundi me ta dhanë, as nuk mundi me ta marë, me zorë që të gjempir me dash dikush me ma marë, unë luftoj. Po lirin nuk po ja mësojmë, e liria është